A ndryshon duaja kaderin? Po, është e vërtetë se duaja e ndryshon kaderin. Ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, "Wala yuruddu al-qadara illa ad-du'a." Kaderin nuk e ndryshon askush përpos lutjes. La ilaha illallah. Lutja ndryshon kaderin. Pastaj, po mos ta ndryshonte lutja kaderin, e pse më lutni, ku është efekti i lutjes? Lutja ndryshon kaderin. Andaj robi duhet me u lut për atë që ja don zemra. Por me plotësu kushtet e lutjes, me lut me sinqeritet, e jo me lut me gojë e mendja tjetër kënd, por i koncentruar, i përqendruar, i vendosur, me përsërit lutjen e duan shumë sa më shpesh. Me gjetë kohrat kur më lehtë dhe më shumë pranohet duaja, dhe kështu me radhë. E pastaj pe kaderin, kader edhe është kader edhe kjo kader. Ne me dua me lutje, inshallah ndryshojmë kaderin, por pe kaderit dalim kader tjetër dhe kështu që jena mbrana kaderit Zotit. Çka thonë Omeri radiallahu anhu, në firrë min qadrillah ila qadrillah. Po ikemi pe kaderit Zotit, kader Zotit. Si fjala vjen njeriu kur e ka ndonjë smundje. Kur është smut, o kader. Po kur lip ilaçin dhe shërohet, është kader. Pe këtij kaderi del këtë kader tjetër. Bën dua me shëru Allahu, me ilaç me shëru Allahu dhe Allah shëron. Pe këtij kaderi del këtë kader. Pra duaja ndryshon kaderin.